الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Në krye të herës e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na ka bërë prej muslimanëve. Edhe muslimanët e trashëgojnë këtë mirësi dhe këtë dritë brez mas brezit. Subhanallahu, kur hyra pak më përpara në xhami, më kujtu xhamia e vjetër e Oblikës. Edhe koha kur unë isha akoma student në Damask. Edhe vija këtu, edhe Hafiz Musaja ishte aty në krye të xhamisë duke bërë ders. Edhe kur gjyshat e disa prej djemve ishin akoma në këtë jetë, e baballarët tuaj ishin akoma në këtë jetë. Subhanallah. Edhe duket si me kenë një film i cili paraqitet përpara syve, edhe ti si në një mirazh sheh dritën e udhëzimit, edhe sheh dritën e tabanit, burrnin, qytetarinë, vlerat e familjes, harmoninë në mesin e njerëzve, bekimet me të cilat Allah subhanahu wa taala i ka udhëzuar këta njerëz brez mas brezit në këtë islam të pastër. Edhe ti mushesh me frymë dhe thua elhamdulillah që jam musliman. Edhe elhamdulillah që jam në fenë e babës. Elhamdulillah që jam në fenë e gjyshit. Elhamdulillah që jam në fenë e të parëve të mi. Kjo është mirësi shumë e madhe. Sot ne ata zotni i kujtojmë me rahmet edhe i lutemi Allahu subhanahu wa taala që ta ketë pranuar nga gjithë secili prej tyre, prej hoxhallarëve tanë, prej baballarëve tanë që nuk janë më, prej haxhilerëve të shumë të kësaj zone, prej njerëzve të mirë, prej ulemave, prej shërbyesve me sinqeritet dhe me besnikëri ndaj fesë së Allahut subhanahu wa taala. Edhe kështu kalojnë breznit njëri mas tjetrit. Ditën e sotme ishim në një xhenaze në zonën e Postrevës. Një mezin edhe kujdestar shumë i mirë i xhamisë së Boksit ka ndruar jetë. Baba i Mufti Haxhi Bashkim Bayraktarit. Edhe zotnia e tij ka mbyllur syt në moshën 97 vjeçare. Një shekull jetë. Një shekull jetë. Mirë po çam thotë i biri, thotë deri në ditën e fundit, domethënë si me e ditë kohën e ezanit, ngrihe edhe këtonte ezanin. Kretë jetën ka qenë mezin. Kretë jetën ka qenë mezin. Kretë jetën i ka shërbyer xhamis. Kretë jetën ka qenë besimtar. Që do me thanë kjo? Do me thanë se ashtu si që jetojmë, ashtu dhe largohemi nga kjo botë. Kur jemi në rrugën e udhëzimit, në rrugën e besimit, në rrugën e shërbimit ndaj vlerave të islamit ton, ashtu kemi mu larguar dhe nga kjo botë, nga kjo jetë. Çfarë thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famullar? Bismillahirrahmanirrahim. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Ata të cilët thonë Zoti ynë është Allahu, pastaj qëndrojnë besnik dhe ecin në rrugë të drejtë sipas këtij besimi. Tatanazzalu alejhimul malaika, atyne në momentin e fundit të jetës ju vinë melekët. An la takhafu wa la tahzanu. Mos u frikoni, as mos u mërzitni. Do të thonë po shkputeni, po largoheni, por mos keni frikë, sa ajo që vjen është edhe më e mirë. Mos u mërzitni, sa ti do gjeni edhe më mirë se sa këtu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Edhe si hariqe edhe myshdhe për ju, xhenneti që ju është premtuar. Dhe po çfarë thot në vijim të ajetit? Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Pra ne jemi me ju në krah tuaj, në këtë botë dhe në ahiret. Deri në fund të ajeteve. O sa rëndësishme është kjo të dashmet e mi. Sa rëndësishme është njeriu me jetu me Allah. Sa rëndësishme është njeriu me jetu me besimin në Allahun Azza wa Jall në jetën e tij të përditshme. Por mos më u shkput nga ky besim, se këtu është ajo burrnia e besimit, edhe madhështia e besimit. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu,
ata të cilët thonë Zoti ynë është Allahu, mirë po këta e thonë thjesht sa me thanë një fjalë. Jo, Allah azza wa jalla thotë fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Dije se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Muslimani e din se kush është Zoti i tij. E njeh Zotin e tij. E din se Allah azza wa jalla është i përhershëm pa fillim dhe pa mbarim. Që e sheh që është me të në çdo moment dhe në çdo hap të jetës, në të mirë dhe në të keqe. Edhe në vështirësitë më të rënda dhe më të mëdha të jetës. Allahu azza wa jalla është me ty. A nuk ju kujtohet Hazreti Yunusi alayhi salam, për cilin Allahu azza wa jalla na jep një mësim shumë të madh. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ai në errësirat e asaj pozite ku ndodhej. Ku ndodhej? Ku ishte Hazreti Yunusi alayhi salam kur e thekte duan, e dini? Në barkun e balenës. Edhe me e mendu sot të rënqetet trupi. Tu Zot na ruaj. Zot na ruaj. Njëherë ishim me disa njerëz të zemrës, edhe ishim në shas. E këtu afër nesh, edhe ato dashamirët tanë po thonin që ta bëjmë një shëtitje me vark. Edhe për hypim ne në vark. Çuditërisht filloi me fry erë. Edhe keni parasysh se si janë ato era e liçenit, edhe filloi të lëkundej varka, edhe varkëtari u zberdh në fytyrë. U zverdh në fytyrë, marrëja i kret. Tha, kjo është e rrezikshme, është e frikshme. Dhe shkojmë anash e anash. Allah. Ti në një vark, në liçen ku edhe mytesh, thua Zot në dorë tane. Kemi qenë një herë së bashku me shokët e mi të studimeve në Siri, atje ka një ishull, është një ishull shumë i madh i banuar, quhet ishulli i Arvadit. Edhe na morën ne dhe shkum për vizitë në Arvad. Po për të shkuar në Arvad ishte një distancë e madhe. Shkum në Arvad e kaluam shumë mirë, aty një zonë shumë e bukur, një qytet shumë e bukur me xhami të vjetër, me atë tregun e kështu me radhë. Duke u kthy, nisi shtërngat. Allahu ekber, çfarë pamjet. Deti zi, qielli zi, anije të mëdha që kalonin, edhe ne me atë peshkaregjen që lëkundej sa djathas majtas. Zi por, zi nalt. Edhe ti thu, ku e ke burnindash? Hajde, na trego se kush je. Hajde mi trego muskujt. Nuk ka muskuj. Ka vetëm la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka zot tjetër përveç teje. La ilaha illa ant. I patmet je. E vëllai jam dorë tane. Unë jam gjynaçar, bën çfarë dush me mua. Është momenti kur ti e kupton se edhe pasunit më të mëdha të botës, po ti kesh në ato momente, ti ke nevojë vetëm me thënë ja Allah. Për një njeri i cili jeton me ja Allah në zemër dhe në shpirt, edhe e beson Zotin e tij, edhe e njeh Zotin e tij, edhe e din se Allah subhanahu wa taala vetë thotë banu edhe bahet. Ajo e zeza bahet e bardhë. Qielli hapet, çdo gjë normalizohet, edhe thu la ilaha illallah. Ku ishim? Ku u kthym? Pa shumë e rëndësishme të dashur të mi që njeriu me e besu Zotin e tij, por me besu në atë çfarë Allah subhanahu wa taala ka premtuar në Kur'anin famëlar. Sa madh është që më thanë, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Por ne jemi me ju në këtë botë dhe në ahiret. Ne jemi me ju. Allah subhanahu wa taala na drejtohet për të na mbështet, për të na dhënë kurajë. Mirë, po ne a jemi me Allahun? Allahu është me ne. Ne a jemi me Allahun? A dini si? Edhe po përfundoj. Në një klas, ti ke shumë nxënësa për para syve. Disa prej tyre, 2, 3, 4, 5, janë tanadhjeta. Janë nxënës të shkëlqym. Mirë, po është në një tjetër që lëvizet në fund, apo në fillim, nuk ka rëndësi se ku është i ulën. Edhe ti merr një herë në vete, edhe i flet me të mirë, me të butë, e këshillon 1 herë, 2 herë, 3 herë, pastaj e thret prindin, bën një konsult, flet me dashamirësi etj. Si me afru? Mirë, po nuk dëgjon ai dashon. Nuk don, nuk mëson. Por ti thu, ti nxënës i mirë, ti ke mundësi me kënë më i mirë. Ai nuk don. Ai nuk don. Fa shumë e rëndësishme që në jetë Allahu subhanahu wa taala thotë unë jam me ty. Mirë, po jemi ne me Allahun azza wa jall. Pa krahasime.
Mos na bëft Allahu subhanahu wa taala me kënë si ai i fundit të bankave, a i fillimit të bankave, kudo qoftë, që e ka vendos as me mësu, as me u rregullu, as me u përmirësu, e thirrja babën, e thirrja nanën, që e problem më fort. E zdu me mësu, e rebel. Mos a bëft Allahu subhanahu wa taala prej rebelve me Allahun azza wa jall. Rebel është vetëm një në këtë botë, në këtë gjithësi. E dini se kush? Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an famullar: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu." Por kujto kur Allahu i tha melekëve bini në sejdë li Adem. Bini në sejdë Ademit. Fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Përveç iblisit, shejtanit të mallkum, aba, ai refuzoi. Wastakbara, i keni vetë në qef, bani qibër. Wa kana min al-kafirin. Dhe me thanë u bë prej fe mohuzbe. E mohoj Zotin, Zoti na rujt. Fa muji i mallnueshëm i Ramazanit të dashurit e mi, edhe të shtrejt të vëllezën të ndëruar, është mundësia më e mirë që njeriu me e vendos zemrën e tij në sitën e besimit. Nëse për çdo Ramazan që Zoti na jep jetë dhe frym me e mrit, edhe me e jetu, e me e përjetu, e vendosim zemrën në sitën e Allahut azza wa jall, dhe themi ja Rab, unë duhet brenda këtij mujit me mu pastru zemra. Me mu pastru prej ranishtes, prej guralecëve, prej pluhnit, prej tamam. Si millin kur e vendosin në sit, ata që buk pjeksit. Po se ka ndonjë krune, ka ndonjë, a kështu apo jo? Edhe zemra ka krunët e veta, e ka ato gurishtet e veta, e ka hijet e dyshimit, e gjunahut e tjera. Për muji i mallnueshëm i Ramazanit është muji i pastrimit të zemrës. As-sawmu li wa ana ajzi bihi, thot Allahu azza wa jall. Agjërimi është i imi dhe unë jep shpërblimin për të. E nëse agjërimi është i Allahut, a përpiqemi unë edhe ju me hyrë në botën e kësaj dëshmie të madhe hynore, agjërimi është i Allahut. Atëherë, si jam unë me agjërimin gjatë ditës dhe natës së Ramazanit? 2 pika, me kontrollu zemrën, me pastru zemrën, edhe me e shiju maksimalisht atë fjalë të madhe dhe hynore që thot: "Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." E ne jemi mbështetësit tuaj, ne jemi me ju, ne jemi miq tuaj, dashnit tuaj, kujdestar tuaj në këtë botë dhe në jetën e përteme. Pa Allah azza wa jall na e pranoft ato që kanë kalu, edhe na dhash marrësi dhe bekim me i prit këto 10 ditë të treta. Iku për subhanallah. Iku subhanallah. Ya Rabbi. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu shpëleft.